Kjo është shtëpia Bajram Aliaj. 19 vite më parë në këtë shtëpi janë mbledhur djemt të fshatit Dujak të komunës së Gjakovës. Okupimi dhe rrethanat e asaj kohe kanë bërë që djemt të kësaj ane me 12 prill të vitit 1998 në mënyrë vullnetare të themelojnë një shtab lokal ushtarak. Edhe sot pas 19 vitesh është e njëjta strukturë e shtëpisë. E për familjen Aliaj është nder dhe krenari që në shtëpinë e tyre kanë qëndruar trimat e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Shtëpia jeme ka qenë vërtet e kem çu për shtab këtë Kosovës, jo vetëm për veti. Faleminderit Zotit, kem kalu mirë, s'kem pas problema me kënej, i faleminderit katundin e gjithë. Unë kom qenë vetëm këtu. Shumë rëmë e kom përjetu. Se shoqin ka qenë ajo re, fëmija vëgjele. Ma në fund po, falë Zotit pështum për lufte. Me rastin në 19 vjetorit të themelimit të shtabit lokal ushtarak të fshatit Dujak, u bë zbulimi i pllakës e cila do t'ja kujtoj Dujakës ditët më të lavdishme të saj. Në organizimin e organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, Dejga në Gjakov, u mbaj ceremoni përkujtimore ku i pranishëm ishte kryetari i komunës së Deçanit Rasim Selmanaj, kryetari i OVL-QK në zonën e Dugaxhinit Abdyl Mushkolaj, kryetari i OVL-QK Dejga në Gjakov Sadri Hoxha, si dhe veteranë bashkëluftëtar. Jemi shumë krenar që nga një grup i vogël, i cili kishte aktivitetet, kishte filluar duke mprejashtu mua edhe më herët, po në këtë ditë unë mbledhëm dhe krijum një shtab lokal, i cili në periudhë shumë të shkurt brindi që të ketë mbi 70 ushtarë të armatosur dhe 30 të tjerë në pritje. Andaj, gjatë kësaj periudhe, 4 mujore ishin të bllokuara të gjitha hyrjet e daljet të Dujakës, vetëm ato që lejohen nga shtabi dhe nga ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në 2 tendimet që kemi pasur për të hyrë në Dujak, i kemi përballuar me sukses dhe pa dëme të mëdha, mund t'ju them sinqerisht që kemi pas vetëm 2 vetë të plagosur. Sot u kujtuan edhe 2 pjesëtarë të shtabit lokal të Dujakës, Zenel dhe Raman Januzaj, të cilët para disa muajve janë ndarë nga jeta. Lavdi, dua që të kujtojmë 2 pjesëtarë të shtabit, të cilët para disa muajve u ndarë nga jeta, e këta janë Zenel Januzaj dhe Raman Januzaj. Të tjera, Zeneli ishte edhe i plagosur në luftë, Ramani po ashtu ishte i plagosur dhe përjetoi edhe masakrën në Dubrovsk. Në këtë ditë u nderua me mirënjohje komandanti i zonës së Dugaxhinit Ramush Haradinaj, e këtë mirënjohje e mori kryetari i Deçanit Rasim Selmanaj. Mirënjohje u nda dhe për nënën Nafia Aliaj, e cila në atë kohë dha ushqim pjesëtarëve të shtabit. Në çdo luftë ka dëm dhe plag, por lavdia kryesore u takon dëshmorëve të kombit. Edhe fshati Dujak i dha 6 dëshmor kombit më të vetmin qëllim që të ngriten themelet e lirisë dhe pavarësisë. E këta dëshmor ishin Delin Noci, Blerim Januzaj, Krisht Përvorfi, Nikol Dodaj, Beslim Aliaj dhe Mehmet Rustemi, të cilët ranë në altarin e lirisë e që janë krenaria kombit.